Njëkohësisht, për të marrë një reagim nga pala tjetër, ne kërkuam të hyjmë brenda në ambientet e bankës, por një person dukshëm me origjinë turke na afrohet dhe na ndalon. Jashtë jemi. A je përfaqësuesi i bankës? Që po na kërkon leje ne? Po, Dakor. Po ju ku e keni lejen që keni vendosur reklamën sipër Ashtë puna jote, kemi dorëzit të policia, mund të shkoni të policia e të pyesni. Kam bërë në kallëzim zotëria, dje kam qu të policia e gjithë letrat. A mund të dalish nga purona të lutem? Hajde, të lutem. Ik fol me bashkin, ik fol me IMT-n, ik fol me gjitha. Jemi mision investigativ dhe kemi marrë një denoncim për këtë gjë. Të lutem, a mund na paraqisni lejen që keni marrë sepse keni dëmtuar banorët dhe nuk I lejoni ata që të zvarin rrobat, është pronë e juaja, sa ajo është balkoni I dikujt tjetër. Okej, shumë mirë. Aroganca e këtij individi, I cili ka funksion të mbikëqyr punimet aty është e dukshme. Një shenjë kjo që të bën të kuptor sepse nuk është gjetur gjuha e përbashkët mes privatit dhe banorëve. Kjo është një institucion shtetore Turqisë. Besoj se një njeri pa logjik që mendon një institucion shtetore bëhet pa leje. Është një javë që ka ardhur gjithë policia, bashkia, IMT, banka atëre, kanë çuar letrat, gjithë e ka dorëzuar. Një pyetje kemi pas. A mund ta vazhdojmë puna? E da të thonë po. Edhe ne kemi vazhduar punë.